Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wa salatu wa salamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammedin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmiddin wa ba'd. Falënderimi takon vetëm se Allahut i cili na mundsoi që ta shijojmë ëmbëlsinë e Ramazanit edhe të afrohemi ditës së Bajramit. Atë falenderoj edhe prej tij falë dhe ndihmë kërkoj. Paqja dhe mëshira Allahut qofshin mbi Muhammedin, birin e Abdullahut dhe robin e Allahut. Fillimisht e lusë Allahun azza wa jall ashtu siç ta mundsoi që ta arrijmë muajin e Ramazanit edhe ta agjërojmë. E lusë Allahun azza wa jall që gjitha adhurimet e tona të na i pranon. Ja vlen që ta përmendim pasi që jemi në fund të muajit të Ramazanit, që të i përmendim disa nga dispozitat e namazit të Bajramit dhe ajo që ndërlidhet me të nga etika edhe edukata e ditës së Bajramit, ashtu siç është apo siç është transmetuar prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Fillimisht muslimani para se të nisë që shkon që edhe ta falë namazin e Bajramit, prej sunetit është që të pastrohet edhe të parfymoset. Për cilat për Ibn Omer radiallahu anhu se gjithmonë kur shkonte për Bajram, që ta falë namazin e Bajramit, pastrohej edhe parfumosej. Po ashtu e cekin dietar se pëlqejet edhe që të prehen thonjt, po ashtu të shkurtohen mustaqet, edhe që të vishen rrobat më të bukura. Për cilës Ibn Omeri radiallahu anhu i vishte për Bajram gjithmonë teshët më të bukura të cilat ai posedonte. Ibnul Qayyimi, Allah e mëshiroft, e cekë edhe thot për pejgamberin sallallahu alaihi wasallam se prej udhëzimit të tij ishte që ai që të i vesh rrobat më të bukura të cilat i kishte, edhe po ashtu e kishte një gjybe të cilën e vishte vetëm se për Bajram, edhe për namazin e xumos. Po ashtu pëlqehet, është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, që në fitër Bajram, para se të dalë muslimani të shkon edhe ta falë namazin e Bajramit, të ha hurma. Sasia e hurmave duhet që të jetë tek, pra të jenë 3, 5 apo 7. E përcjell Anas ibn Malik radiallahu anhu thot se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam nuk dilte prej shtëpisë së tij për fitër Bajram vetëm se hante hurma edhe sasia e tyre ishte tek. Pra kjo është prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Po ashtu pëlqehet që të kthehet muslimani nga rruga tjetër prej asaj në të cilën është nisë që ta falë namazin e Bajramit. E përcjell Xhabir radiallahu anhu thotë se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam kthehej nga namazi i Bajramit nga rruga tjetër prej të cilës ishte pasnis për me shkuar edhe për ta falë namazin e Bajramit. Po ashtu sunet është që namazi i Bajramit të falet në faltorën e Bajramit. Pro faltoria e Bajramit është një faltore e cila domethënë është vendi i hapur ku tupohen në atë vend muslimant edhe e falin namazin e Bajramit të gjithë së bashku. Pro prej sunetit është të falet në faltorën e Bajramit e jo në përxhami. Në përxhami lejohet që të falet, nuk ka asnjë pengesë, mirë po, prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që të falet në faltorën e Bajramit, nga se pejgamberi Allah gjithmonë namazin e Bajramit e falte në për faltorët e Bajramit. Po ashtu pëlqehet apo prej sunetit pejgamberit sallallahu alaihi wasallam është që mos të falet asnjë namaz para Bajramit apo pas namazit të Bajramit. Nga se nuk ka asnjë argument se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka falë ndonjë namaz para namazit të Bajramit edhe pas namazit të Bajramit. Përcillet për Ibn Abbasit edhe e cek se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam e falte namazin e Bajramit, mirë po, para namazit nuk falte asnjë namaz, as para namazit të Bajramit edhe pas namazit të Bajramit. Pëlqehet që pasi që të kryhet namazi i Bajramit, kur të kthehet në shtëpi muslimani, atëherë të falen 2 rekate, ashtu siç është transmetuar se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, pasi që e falte namazin e Bajramit, kur kthehej në shtëpinë e tij, atëherë i falte 2 rekate nafile. Kështu është suneti i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Nuk lejohet apo nuk është apo nuk duhet të thirret as ezan, edhe nuk ka as ikamet para namazit të Bajramit. Edhe për këtë ka ardhur transmetime se pejgamberi Allahut e ka falë namazin e Bajramit, mirë po nuk është thirrur as ezani e as ikameti. Po ashtu namazi i Bajramit falet para hutbes.
Ibn Abasi radiallahu anhu e cek edhe thot se unë u fala me pejgamberin e Allahut, pra namazin e Bajramit, edhe po ashtu janë fal pas Ebu Bekrit, janë fal pas Omerit, edhe pas Othmanit, edhe asnjëri nga ata nuk e ka bë hutben para namazit, po gjithmonë e kanë fal namazin fillimisht, pastaj e kanë bëjt hutben. Pra karshi namazit të xumos, ku fillimisht mbahet hutbeja, pastaj falet namazi. Edhe dallimi mes tyre është se hutbeja e Bajramit është sunet të dëgjohet, kurse hutbeja e namazit të xumos është detyrim që të dëgjohet, edhe i ka domethënë dispozitat e veta. Po ashtu namazi, apo më mirë themi, pëlqet që muslimani të bën tekbire, pra ta madhështon Allahun, ta lavdron edhe ta lartëson Allahun azza wa jall. Pëlqet prej perëndimit të natës apo prej perëndimit të diellit të natës së xumos që të fillon muslimani ta madhështon, ta lavdron me tekbire Allahun azza wa jall. Kurse ditën e Bajramit pëlqet që prej atij momenti kur del prej shtëpisë e deri kur shkon në faltore apo në xhami, ta madhëron apo të bën tekbire. Pastaj ti vazhdon tekbiret e tij edhe në xhami apo në faltoren e Bajramit derisa të vijë imami. Ibni Omeri gjithmonë kur dilte nga shtëpia e tij e madhëronte apo bante tekbire derisa shkonte në faltore, pastaj ulej, edhe kur ulej në faltore, atëherë e vazhdonte tekbirin e tij derisa vinte imami. Në këtë janë unik edhe imami Ebu Hanifja, edhe imam Shafiu, imam Maliku, edhe imam Ahmed ibn Hanbeli, Allahu i mëshiroft. Po ashtu pëlqet që gratë të dalin edhe të shkojnë me burrat ta falin namazin e Bajramit, përcillet prej Ummu Atije se pejgamberi sallallahu alaihi wasallam i urdhëroi edhe gratë që dalin edhe ta falin namazin së bashku me burrat. Pra gratë, domethënë, edhe pse ishin me menstruacione, pejgamberi Allahut azza wa jall i urdhëroi ato, të cilat ishin pra me menstruacione, që të largohen nga faltoria, edhe të rrinë anësh, edhe pse nuk faleshin, mirë po ta dëgjojnë këshillën e tij apo të dëgjohet këshilla e imamit, edhe hutbën të cilën e mbante imami. Pra është prej sunetit pejgamberit Allahut që të shkojnë edhe gratë, mirë po për fat keq tek ne këto sunete apo shumë sunete prej sunetve pejgamberit Allahut për sa i përket ditës së Bajramit janë të harruara, edhe është mirë domethënë ato që të ringjallen. Po ashtu pëlqehet atë ditë që njëri tjetrit t'ia urojnë apo t'ia përhajrin ditën e Bajramit, ashtu siç e cek edhe Sheikhul Islam Ibn Taymije, i cili thot se atëre është sunet apo pëlqehet që njëri tjetrit t'i thuhet Allahu na i pranoft adhurimet tona edhe adhurimet e juaja. Edhe për fund, një dukuri e cila është negative, edhe është në për shoqëritë tona tepër e përhapur, është vizita e varrezave ditën e Bajramit. Vizita e varrezave lejohet tanë vitin. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam ka nxit gjithmonë që ne të shkojmë të vizitojmë varrezat, nga se ato neve na rikujtojnë ahiretin. Mirë po ajo e cila na brengos është se vizitat e tona të varrezave bëhen vetëm se ditën e Bajramit. Pra ata të cilat vinë edhe e falin namazin e Bajramit, pasi që e kryjnë namazin, shkojnë fillimisht tek varrezat, bëjnë Bajram me të vdekurit, pastaj shkojnë bëjnë Bajram me të gjallët. Kjo nuk është prej sunetit pejgamberit Allahut azza wa jall. Dita e Bajramit është ditë gëzimi, ditë feste, edhe dita e gëzimit festohet me gjallët e jo me të vdekurit. Nëse tradita jote ka qenë që shpesh shkosh të vizitosh varrezat brenda vitit, që ta rikujtojnë ahiretin, atëherë lejohet që ti atë ditë të shkosh edhe të vizitosh edhe varrezat, edhe ta rikujtojnë ahiretin, edhe ta rikujtojnë ndoshta të afërmit e tu, atë ditë kur ke qenë me ta bashkë për Bajram, ose ta rikujtosh edhe ti se ndoshta Bajramin e ardhshëm nuk do të jesh me të gjallët, po të jesh me të vdekurit. Mirë po, të shkojsh enkas edhe ta veçojsh atë ditë për vizitë të varrezave, edhe të shkojsh fillimisht tek ata të bësh Bajram, kjo është risi prej risive në fe. Për këtë arsye është mirë që të mësohet suneti i pejgamberit Allahut azza wa jall, nga se khairul hajj Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, nga se udhëzimi më i mirë është udhëzimi i pejgamberit Allahut azza wa jall, edhe ne jemi të detyruar që ta pasojmë sunetin e tij. E padyshim se dita e Bajramit është ditë e madhe, edhe ne është mirë që ta bëjmë ashtu siç na ka mësuar ai sallallahu alaihi wasallam, edhe me atë marrmi gjitha shpërblimet, pasi që ne agjëruam edhe shpresuam shpërblimet e Allahut, edhe atë ditë të shpresojmë edhe shpërblimet e pasimit sunetit të pejgamberit të tij. Wa aqulu qawli hadha wa astaghfirullaha li wa lakum
Walhamdulillahi rabbil alamin. Allahu 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 Allah Allahu Allah